Ata janë të papërmbajtshëm, të drejtë për drejtë dhe shpesh me humor që të bën edhe të qeshësh edhe kur ti nuk don. Me fjalë të mbrehta si brisk dhe energji që ndez çdo mikrofon, ata kanë krijuar një hapësirë ku e vërteta dhe sarkazma ecin dorëpërdore. Janë Çuçkat, podcasti që nuk ka filtra, por ka shumë zë. E sot ne nuk do i dëgjojmë as shikojmë përmes YouTube-it apo TikTok-ut, por jemi këtu tek ta, live në studio. Gati për ta zbërthyer prapa skenën, ide të qeshurat dhe gjithçka tjetër që nuk është thënë dhe nuk thuhet në kamera. Mirë dita dhe faleminderit që pranuat ftesën të jeni pjesë e emisionit ton. Faleminderit edhe juve, si na ftuat. Patjetër. Më ftuat ju dhe u ftuam bashkë, kështu që pak rëndësi. Si lindi emri Çuçkat? Ne nuk e dim historinë e këtij emrit. Cile doni diftojeni, nuk ka doni problemi ma. Po, s'ka lidhje. Atëherë, Çuçkat është një emër që ka të bëjë me thashethëmet. Ashtu? Po. Këtu në Gosivar? Po, në Çuçkallëk do me thonë, i thonë, nuk e di, mendoj se është barbarizëm nëse s'gaboj, po mbi të gjitha është një term që përdoret për thashethëmet, për këto thonmet, edhe ka lind, do me thonë, para 2-13 vjetëve, nëse s'gaboj Lila përmison. 2012, 13 vjetë. Ku na ishim një grup, bëshim disa këngë, bëshim rap, kështu. Edhe Halili? E në taj? Po. E në unë. Mashallah. Kështu që trajtojshim temat e përditshme, edhe mbas të asaj u vendos që edhe emri tjesë Çuçkat, që do me thonë të ketë të bëjë me thashethëmet, me përditshmërit. Po pas 13 viteve, si vendosët për podcastin? Urdhënoj. Alil, taj? Si vendosëm për podcastin? Vendosëm këto për podcastin, më thirën mua. Fkatën, taj? Më thirën mu. Thirën. Po. E ne pranum, do me thonë, ta bëjmë atë tonën me emrin Çuçkat. E ne pse ne, adisi, e diftoj pak atë formimin e grupit, mirë po 2012-ën, nëse nuk jo nga vim, po. Kur ishim Çuçkat, ishim 4 veta, bashkë me Ajdarin 5 veta. Ne kishim Riçin e në Seratin. Serati është në Gurbet, Riçi është punë private, po së shpejti do ketë surpriza kësmet. Me juve? Nuk dihet. Do shohim. Ne e kemi përdor atë emër më para. Po e vendosëm ta përdorim ne tash. Që të kjetë ki podcastin një background ma hershëm, se ne kur i nesëm këto epizodat e pare, ne introja e muzikës tonë podcast është muzika e vjetër që e kina bo në 2012-ën. A di si qërë një studio, bjiti kompjutera, bjiti mikrofona, boni do gjoja do sende 2012-ën e ne... Mbeta taj? Jo, thamë, ne shkojshim, shoke kemi, vizitojmë, pse më bëjmë dë një senten e ne. Shkojmë atë, pak si humor, pak si... E din kështu pa plan, pa gjo, pa sen, qitëm do kënga, i postum Facebook. Mileti e përqiu. Atër kishte po Facebook. Po, Facebook, se ne i uploadojshim në YouTube, nduket se, se di. Mrapa nesëm në YouTube. Mrapa nesëm në Facebook, regjisori pak me regjia me teknikën është pak ma para, ma i avancot se ne, ma update se ne. I postoshim Facebook, njerëzive vu përqiu. E vazhdojmë, bom disa vjetë. E pse unë dalët? Unë dalëm se u rejtëm. Na mulon gajlet. Zomë. Familja, kjo ajo, punët private, ne vendosëm që të ndalena. Pa u zomë gjatë vakët. 2013 besoj se qaqë e kemi ndarë dhe kundi 12 vjetë pa us. Ta është vendosëm prap dalim. Kujt i lindi idea për podcastin? Që ku i kje këto? Diablot. Regjia... Thujmë se ishte ytja. Jo. Tentativën e pare ka bo Adisi. Dekont para 1 vjet ose 2 vjet. Qëllë një grup në WhatsApp, e ne tha dhe bëjmë një podcast. A më qaqë ishte mua beti. Aty mbaroj gjithë shka? Aty mbaroj gjithë shka. A dhe bëjmë, e la me harom. Edhe mrapa para Ramazanit, ishte këtu ke unë studio, tha dhe bëjmë një podcast. Prap, Adisi. Adisi i pa dorëzushëm, bravo Adis, plum. E ne i thash Adis, dhe bëjmë një podcast me një kusht. T'ja vëndoj me emrin Çuçkat, se ideja Adisit e më hershme për podcast nuk kishte të bëhe me Çuçkat.
Ndoshta ajo programi do të ishte njësoj si i Çuçkave, po se Po, kishte emri as jo. emrin Çuçkat as. Edhe më thash do bëjmë një podcast me një kusht. Emrin Çuçkat edhe Halilin ta kemi protagonist. Protagonistin kryesor. Morën qa. Bre. E maba dilema ishte kush do fole me kush dia mushë menden. Këti. A kishin vështirë me ta mbush mendjen? Jo. Jo, se faktikisht Alili kishte dëshirë për të bërë diçka. Nuk dishte a do bëjmë podcast, a do bëjmë diçka tjetër. Po, me disa tentativa bashkë me Ajdari, arritëm një marrëveshje me Alilin. Ani ky që Se ka une- qefi dëgju hallet. Po. I është si aj papi kur shkyn në Tiqanin. Rëfime. Edhe une isha i bindur Që do se- pranon. Jo, që do pranon nuk isha i bindur, se nuk e di se Alili është i paparashikueshëm kështu ka natyra. Po isha i bindur E nëse pa ma kritikut Halilin. nëse ky do pranonte edhe do jemi bashk koordinim me Ajdarin, isha i bindur se do kemi sukses, po jo edhe kaq. Ku jemi të suksesi? Regjia sigurisht e di se ti merresh me këto punë. Kur e kuptove që ka shumë popularitet do merr ky podcast, pasi që nuk është një gjë e vogël. Kudo që shkojmë, kudo që lëvizim, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, në gjitha trojet mbar shqiptare, Çuçk. nga një frazë, nga një segmenti i videove, nga një këngë e Bajramit, është e padiskutueshme, gjithçka ka marrë bujë. Kur e kuptu që jeni të bëu diçka shumë serioze, po shumë të mirë dhe shumë të mirë fillt për masën, për njerëzit. Sheve, një jetin e kishim të pastër. Një jeti për golla, ma. Një jetin e kishim të pastër. E dishim se deri diku duke u bazohu ka ajo që e përmende këto se kemi bo këngë përpara, na ka njoft shumica. E kishim një farë limiti, për shembull unë personalisht mendoj se kjo maksimum një në shkop që ati të selle, ndë të ketë prapë. Batarina e shkupit edhe kthehet. Zhelinën e prapë. Pa. Mirë po, pas episodit parë, unë personalisht, se episodi parë i kaloj ato pritshmëritë e mia që i kisha unë për podcastin, e në atë e pash se jemi të bo diçka serioze, ne duhet ta mendojmë jo në nivel lokal, ta gjëndojmë pak edhe për mbajtjen edhe atë se e pash se kjo filloi të marrë buj. Ka dalë edhe jashtë vendeve, po. Kulmin e mrini me episodën e Bajramit, ku ishte në kënga e himni i Bajramit. Ajo këngë, nuk e di në TikTok atë do ditë, edhe ftyrat më të mëdha publike e kishin huazu dhe e kishin bo voice over atë këngë, kështu që Po bili ja bili keni- kishte në kështu përkthime për Apo? dialekti. se Birjon. Birjan. Po, Çka edhe. Birjoni? Birjon. Milion është Po Birjon. që o Birjoni, unë nuk e di ç'isho Birjoni. Oris i zirë, me Oriz but kapule. Me hinshen bootcamp. Oriz në tepsi, shumë Oriz, mirë. po, si, ose në Shqipëri thon pilaf oriz, ja, si Po. thon. Jo, pilaf është tjetër Pilaf. sen, pilaf është tjetër Po sen. ato pilaf për Birjanit i thë. Okej. Ai dallon. Ama asaj pulës sirenat e ke Birjani nuk e di si. Si, po. Ajo pula rën njësoj. Nisoj berim po. Halil, si e përshuan një humorin tuaj, se në mënyrë me humor ju përcillni mesazhe shumë të thella. Mesazhe që realisht ne në fakt për një me jemi tu përballu njëtën e përditshme. Po. Tu e pas parasysh se e pyeta e darin parës për pritshmërinë, e unë nuk pritësha na shohin që ka shumë njerëz neve. Tash tu e pas parasysh se njerëzit na ndjekin. Fëmijët ma shumë, pleqt. Kemi kujdes për çish folim, i trajtojmë temat pak ma si tritur. Nuk duhet të bëjmë ndonjë gabim, Gaf. duke ditë se njerëzit na ndjekin. Po. Mundohemi atë shka dim ne, pilet e description i çuçkave shkrum, pi përvojave personale, ne e tregojmë atë pikpamjen tonë ndaj jetës, ndaj ndjenjave tona, ndaj si e di. Që ashtu si e dim ne jetën ose Si i përzgjedhni temat, edhe cila është tema që mos së shumë ti e shmangni, mos ta prekni se e dini që njerëzit janë pak më të ndishëm. temat janë Se çdo javë keni tema të ndryshme. Po, temat janë spontane. Faktikisht spontan vim tema se vim të tre këtu, bëjmë muhabet,
a do folim për këtë, a do folim për atë, hajtë folim pak për këtë gjo, folim pak për këtë gjo tjetër, Nësitnia. hajde e lojmë që këtë do folim këtë jafë, edin. Shmangim, shmangim Të ofendojmë të dikë, ofendojmë ose njerëz, personalizojmë dikë. personalitetet, shmangim për politik, edin kështu sendeve vuhikim. Mundem të padita, ama noktet në padita. Po, tamam, ajo... Spontane, e peceku. Ajo është e imja favoriti. Ajo ishte tema, duket se podcasti parë ishte ajo. Seriozisht. Ajo ishte podcasti parë, e në aty ne nuk... Nuk kemi Realisht të Alilin as pak, kërkojnë ndjes. Jo, s'ka kale. ne nuk kishim të bëjmë me politikën aty. Po, pa edhe s'ka të bëj ajo me politikën, S'ka të bëj me prapse prapë, po, politikën, ju me vetëm se muzikën. ne 2013 e kemi ripërpunu këngën e Zylgjiflijes. Alili nuk e dinte se kush e ka Se këndohë. kom ditë se ka e Këngë ta e Zylgjiflia, unë e kom ditë se ka nga jonë është, ai folim ka ditë. Të menduar se është autentike. Po, Për herë të parë ja shpalosa se refreni i Zylgjiflijes është i vjedhët pi personit. Po, okej, po. E s'ka ne lidhje. shpërteu Dhe Alili. për mu Ne ishte... pikëndojmë edhe këngë të Rihanës, po tentojmë pak të nama. Edhe unë erën e parë ngjova që aty se disha pra. Kështu që ne mundohemi dy janë temat që nuk do t'i prekim asnjëherë. Të drejtat e Ndoshta grave, asnjëherë. Halil. Të tretat e grave Valojmë grave. valojmë grave. Nuk di shërben të paches unë të fol për drejtat pse? e grave, jo. Jo pak me mendim kështu ma i prapambetët. As pak se Ma mendoj. radikal kështu të Jo. kallzoj drejt. Po Nga ajo që unë kam njoftu nuk është e vërtet. se di, Ta mendimi demantoj. jo personal është ajo, unë s'kom Po ishte një kompliment se ke kriju mendim të mirë. thua. faleminderit shumë, po t'ishin kitësit e mirë dhe ishte, ama ndoshta mund të kjetë në pjatimve, si s'de e pëlqeni Are, dhe gja, time. Gjanan pa më ngër një thes krip me njeri unë. Ja, Po nëse s'kam zorën Se më di. angrit të skrip mjafton. Mirë jeti, Halil. se njefte. Faleminderit. Sa është e vështirë Halil të jesh autentik vetvetja? Unë Se unë që kur të kam taku edhe në rrugë ke qenë kështu. po, Nuk është që para kamerave. vdeksha që kështu. Vdeksha edhe unë. Vdeksha edhe unë. Kallëzom se sa është e vështirë. Unë e këtë pyetje s'unë do të përgjigjem, ti se unë se di sa e vështirë o ti është falc. Se unë jam që ki, unë nuk duhet ta luj rolin e dëkujt ose diçka tjetër, që kështu kom qenë, që kështu dë ngelem, po se kam lujt karakterin e askujt, bile ne kemi lujt edhe në teatr bashk. Po, Në teatr na kam përshtat rolin që kështu si jemi. Edhe kështu kam lujt edhe në teatr unë. Regjisori ka pëlqy, ka thonë që kështu lujeti, që kështu si e. Do shta për mileti njëm kështu i kapshëm. shumë. Ama unë besoj se nuk kam nevoj të ndroj karakterin tim edhe shumë kollaj është për mu të jem që ky si jam tash. A do i pris pra djemë, se sa e keni të vështirë ju, ti përmbajni batutave dhe seriozitetit në gjagjërimeve, me batutat e Halilit edhe me ato të paparishikueshme të ti, sepse Problema për i ka ato shembull se fjalët që... për shkak se unë jam më shpesh në konflikt. Kështu ta qym me Halilin, që temat, më thonë ki ka një këndvështrim ndryshe, unë kam një këndvështrim ndryshe. Edhe unë mundohem Halili më dale pi kontrole se vaj bana i thonë tu që njeri unë kupton se Mjerna! po, se është i papërmbajtshëm pastaj. Edhe kështu që jam pak i kujdesshëm sa i përket kësaj teme. Regjia, Po, Edhe pse deri diku ne e dim Majki. Meki. Edhe pse ne deri diku e dim kahjen e muhabetit, ka dhe shkone, se e caktojmë temën për cilën do flasim. Po ki pi momentit ka do batuta që As ju si pritni. nuk i presim as ne. Bile shkaku i këti, ne i hamen e komentet e i bollëve qeshet njëni me tjetrin. po, se dikush mendon se falc qeshim, a mund qeshet të ditë se çfarë tipi është edhe Se për të rujt atë originalitetin, A ne shive sa edhe... serios duket. Po, ne... Po. Me Marta vërejtën e fla. ke epizodat, aj nuk qeshen. Ne qeshim, aj nuk qesh, nuk ka qesh as njerë. Po, ajo të bën ta qeshësh ty. Nuk, Do të qesh me muhabetet e meja unë atë? edhe me angri Allah për të mia, e dini atë edhe me angri Allah për të mia. Cili ka qenë epizodi më për zemër i juaj deri tani? Për mu personalisht që kom pas ma shumë komentet mira, ka qenë epizoda ku unë Adisi e lushim berberin e në taksistin. Po. Zot. Ajo lindi ishte one cut një herë u bëhe dhe zbesoj se do bëhet mo, se ishte shumë spontan bile
regjia me këm tha bube berber e din në atë moment besom se berber isha unë. Ama nuk I kryshe puna disi. S'kisha që ti kry punë. Modesh pak. Disi. Ajo ishte pjesa ma interesant mu deri tash që më duk për podcasti. Jo? Po. Edhe ti? Edhe te unë ka Regjia? qenë berberi, unë isha taksisti. Edhe kishim atë Edhe ti plot halle. Çka nuk dëgjon? Po be po. Taksist, para me ndo taksistit të në taksi hin, kush mërim, dhe me thonë, edhe në berber. Po. Edhe tash hala unë jam dilem me taksistin edhe me berberin. Ala nuk Kush e kam din- vendos. Ala. Hala nuk e kemi dajat. A regjia këtë më duket se ashtu vetëm Elshon ka një spec? Po, ajo është diablo, ja. Ajo diablo. A ka ndiku hiç podcasti, fama, kjo influenca realisht ta theme juaja edhe në jetën personale? Jo. Dhe me thonë, kam Au se diku... prej ti pyetjen sa se jo. Jo, be se dikush mund mendoj se... Jo, nuk Im- e... Nuk edi- thashtë je bo vip, ka Ja, dal, ka dal. Unë... Po nuk, prandaj që këtë dusha do thonë. Jo, dosha them se shembull tash edhe njerëzit në rrugë më shumë ju përshëndesin, ju njohen, duhet edhe të keni kujdes pak edhe se si silleni në rrugë. A po, është ashtu. Ati, po dhe ma kujdes që t'jemi bo se, për shembull ka fëmijë të cilët nuk na kanë njoft, tash na njohin edhe duhet të jesh shembull për atë Nana fëmijë. ime s'ju ka njofta që një? Për shembull, bëjt fala nonës, edhe... Fala, ka me E në pimije më jesë. Edhe... Më jese sa I ja vetëm aty, ja. Që dhe që një lule. Po, edhe përveç se është tu kujdesi, dhe me thonë, t'jemi matë kujdeshëm, sidomos me fëmijët, në rrugë. Edhe me moshën ku na madhore, takon. mosha madhore janë më e prekshme. Po. Mosha madhore. Nuk besu, unë vetë s'jom I prekshëm, edhe... Nas jena mosha madhore, zemër. Mosha madhore. Nejse. Ajo Diftoja ka qenë- Halil grup moshat. Hajt. Si na shofin ne. 7 deri 70. Në 70 plus. Po, Deri e. 70 plus zoti. Ato që 70 ka plus e dhënë kisha një- fjalën, be, Po, aty edhe se- ato ma shif. Ato janë ma të prekshëm, ata janë ma... Nejse, be. Na ato- dujnë. E di. Se shumicën e muhabeteve ne e bëjmë muhabete pjeç, si I thujmë ne, din që shkallej që pjeç pjakash. E në ato na dun neve. Normal ne kemi kujdes, ata na kanë përgdhel neve, na dun me muhabetin. Te më duket më shumë du. Nuk e di. Nuk do kisha thonë. Pse? Jo, grup mosha Pse je 70 modest? plus. Po ku e di, nuk mund të thonë mu më dujnë ose së më dujnë, valoj publikut. A u sa marrë I vika sot pse Po në dojnë? maroshët jo mi të mendon se unë nuk jo mi maroshët, nuk e pa në kamerë, do të resh ma gjatë me mu. Si reagoni me komentet në rrjetet sociale? Cilin nga ju I menaxhon? Unë a disi I majm, a disi është ma përgjegjes për postimet për këto, ama nuk është se në unë si kum kontrol. Merrni komente, merrni mesazhe. I vetmi që nuk I merr mesazhet është ai Pse? Halili nuk do të shofe. I mara për zemrës. Shumë më për zemrën. E ne ja kemi ndalu të drejtën për t'i lexuar. Po jo, jam e bindur që s'keni komente negative, ti jepni veç pozitive. 98% komenteve kemi pozitive, Po. ka tash 2-3%. A din ç'është është? Ai njeriu që shkruan një koment negativ, për momentin është në gjendje negative, personale. Unë atë e mendoj, dhe njeriu si ndihet, atë edhe e shkruan. Ai nuk të komenton ty, e komenton jetën e vet, kështu që pastërt jemi. Është pasqyre vetvetes. Ajo ishte një pikpamje ku Hajdari mu mi qëllë sejtë se unë e kom pas shumë qef na për Facebook të komentoj. Kom pa postime që si pëlqej për shembull. Edhe ke marrë të drejtën edhe po. rrezili ke bën. Edhe epizodat e para që morëm shumë pak komente negative, unë u preka, edhe mu këthi tha, E e shofish? mban mente, i tha, kur shkrujshe Gjike komente, e po tha, e kjo është e njëjta, nuk se ti ke bo diçka, edhin, veç ke shkrujt një koment, edhe ato që më shkrujshin, I gëllteta. E ne nuk I shoh ma. Nuk I shoh. No. Si ndikojnë rrjetet sociale në zgjerimin, në influencën dhe në promovimin e podcastit? Se tash jemi në botën digjitale, ku për 5 sekonda gjithçka po. bëhet virale. Unë mendoj se ke kjo punë e viralitetit më shumë rol lun TikToku. Për momentin, se ka atë Po. mënyrën se si shpërndahet Algoritmi, videoja, po. e ka më të fuqishme se këtë platformat tjetër, po. tjera. Për shembull se Instagrami, Facebooku më bo veç për lajme, Për pleq. për 70 plus. Po kjo ato videot e shkurta, reelsat në TikTok I çojnë njerëzit që t'hipin ta shohin në full epizodën në YouTube, kështu që
mendoj se TikToku e luan rolin kryesor në A keni komente ku ata ju propozojnë se çfarë tema të trajtoni, se sigurisht dikush edhe ndoshta ju jep ndonjë propozim. Po. E merr të drejtën, e kam fjalën t'ju shkruan, pse se trajtoni këtë temë, se trajtoni këtë temë. Ka, për shembull, na propozojnë për ndonjë temë, edhe ne jemi, si thon, të hapët për bashkëpunim. Normal, po. Se normali, për herë kemi qenë një grup që idenë më të mirë e kemi përshëndet edhe Po. kemi vënë në plan. Po. Do të thonë s'ka lidhje prej nga vin ideja, edhe ne për herë jemi kapte ajo më e mira. Edhe normal që na kanë propozuar me komente, privat na kanë shkruajt e kemi edhe për herë do jemi bashkëpunues. Se bile edhe në email na kanë erdhur. po. Kështu zyrtarisht. Email zyrtar. Email Na zyrtar. fat kohor të kthimit për 5 ditë. 5 ditë pune. Po, me ide, me propozime. Do me thonë, mund mendoj se populli e ka kap si duhet. Po. Edhe është bo edhe njerëzit janë bo pjesë e podcastit. Thonë, e morin na fërzemrës, si po në Alilit. Ku jemi te pjesë e podcastit, mendoni ta zgjeroni pak stilin, të bëni një stand-up komedi, apo thjesht të bëni një podcast me ne para, jo në para kamerave, po para masës, para neve, që ju ndjekim, që menzi presim djen dita. Për çdo send, po ku e di. Hale, Shohim. do kishe qeni hapur për një Sem gjë të shef tillë? mu. Po te i vendosen e për mu, se te qishtë të tomu. Po, Se me bo shaqi urtës. nuk se i urtë, unë s'kom në eksperiencë dhe me thonë për A stand-up kishe pranu komedi. ti? Jo, për qenë një podcast ku me publik. Tash kemi një ide ne të bëjmë podcast me publik. Mendoj, kemi diskutu disa herë me regjien, por kur nuk e dim. Jemi trike kjo puna para kamerave dhe mendoj se nuk kam unë personalisht eksperiencë për të bërë diçka për publik ende, se për teatr kemi lut, po prap na kam bajt galen tjetër kush. Kena pas regjisor, kostumograf, kështu ashtu. Tash për kështu Gjithçka do jetë bara juve tash. po, pa tjetër. Për podcast unë nuk do e kisha problem. Do me thonë që kështu si e ka, e dalim Me se dalim, tapin, full. dalim qytet, e bëjmë një podcast me publik, nuk e kam Se problem. dhe interaksioni me publikun është më i lezetshëm. Ta jep një koment. Se di, se kom bo, çe? Dhe e provojmë. Si biseda me mua. Vetëm se do i keni 200 plus njerëz të cilët. qa jo mu më ka qenë A do kishe gjësi. pas tre? Po, Po. po. Ai ka trem para çdo epizodi kur me. Halili. Halili. E pabesueshme. Para Po, vërtet. tash, Ajo do të thotë se ka përgjegjësi, John. unë nuk du të bëj Se ti diçka një që pamare. s'duhet bëhet, edhe ke ajo publika që do jenë 200-300 sa do që t'jenë, po e në 50 veta, mund të ketë njerëz pa përgjithshëm që mund vetëmja gjë që s'unë ndaloj është goja. Ajde më thotë edhe një fjalë, unë duhet t'ja kthej edhe unë fregen vetë pjesa. Vetes. Po, Pi vetes. Unë e frikem pi Po, vetes. po. Do të thonë ke kujdes nga. Po, tash do e provojmë, nuk është problem për mu dhe me A do jemi të ftuar në si media? Patjetër, Oh. patjetër. Ideja është në fund të këtij sezonit bëhet një podcast i tillë me Me publik. zje presim ftesën. A në sezonin e dytë mund të përfundojmë në si late night show. Është një ide e mirë, sepse siç keni nis, do jetë shumë bukur, se neve nuk e kemi një gjë të tillë, na mungon një gjë e tillë, fatkeqësisht neve gjithmonë i drejtohemi mediave të rajonit për late night show, ne në Maqedoni nuk e kemi, kështu që do kishte qenë një kënaqësi e madhe nëse juve treve ju shohim me tema dhe ide të ndryshme, edhe një këshill për në fund për të gjithë të rinjtë të cilët duan të merren me art, nuk e kanë guximin, i dëgjojnë fjalët e tjerëve, e kanë ndroja në vete dhe nuk kanë vetbesim. Halil, Adis Unë e pari. edhe regjia. Te i pari. Te je bajraktari. Hajt, po ti e bajraktari. Bajraktari është ai nus te keri Ai që e ma flamuri, bajrakun. Për trit e kishim qane, Për grup moshat. për grup moshat e reja. Le mësojnë ke shkolla ato, ta bëjnë ato obligimin ke shkolla, nonat babat le ngjë. E ne le ta ndjekin instiktin. Le bëjsin 20 vet, le bëjnë fund si e din vet. Oh, Si se koma t'ja bëj një. e fortit e aplauz. tank, a vazhdo Adis? Unë do kisha dash të t'i nxjis edhe t'u them se kur gjë nuk vjen spontanisht, çdo gjë për të arritur duhet punë dhe sakrificë edhe mont. Edhe nëse don të arrish diçka,
mos kurseni nga vetveqja, mundoheni që të arrini se do arri. Pas kitë këtimve, unë dhe vu thomë se arti është stili jetese. Nëse vendosni të merrni me art, duhet të ndroni komplet stilin e jetesës. E ne duhet shkoni kontra kitëve. Po, Kitë me një on, ti me një on, tek mende. po duhet të kesh besim veten me një fjalë. Po. Unë ju falenderit djema. Na treguan se nuk duhet të jesh i përsosur për të qenë real, se humori është armë, por edhe mburoj. Quçkat nuk erdhën për të bërë qejf me të gjithë, po për të bërë sens vetëm me veten. Dhe kjo është më shumë se mjaft. E në një kohë kur shumë njerëz flasin vetëm për të dëgjuar, këta djem folën për të prekur. Tash mikrofonin mbyllet, por zëri i tyre do vazhdoj me jetu në mendje, në rjete. Dhe pse jo, në bisedat tona të përditshme.